Nga 1 qershori 2 qendra shëndetësore verore, ajo e Rrjollit dhe Velipojës, janë hapur përgjatë vijës bregdetare të Velipojës në funksion 24 orë dhe do të qëndrojnë të hapura deri në 30 shtator. Megjithëse ka pakditë që është hapur, pranë qendrës shëndetësore verore të Velipojës kanë kryer vizita rreth 40 persona, kryesisht fëmijë dhe të moshuar. Mjekja Sarahi Bërshimi shprehet se kjo qendër është e plotësuar me staf dhe medikamente të nevojshme. Në qendrën tonë janë paraqitur mesatarisht 40 pacient, kryesisht të moshave të mëdha, hipertensiv, por edhe fëmijë reaksione për pickime të ndryshme nga insekte apo nga peshku. Qendra është e pajisur me të gjitha medikamentet e ndihmës së parë dhe jo vetëm, është e pajisur edhe me mjetet të cilat na vijnë ndihmë në diagnostikim dhe në trajtim, me EKG, me defibrilator. Mjekja këshillon pushuesit që të tregojnë të kujdesshëm për të shmangur ekspozimet në diell, si dhe të bëjnë kujdes me ushqimin. Për pushuesit do të rekomandoja që të mos ekspozohen në orët e pikut në diell për një kohë të gjatë, të hidratohen mirë, të përdorin masat mbrojtëse kundër rrezatimit ultraviolet, të jenë të kujdesshëm në ushqyerje për të shmangur intoksikacionet e ndryshme ushqimore. Krahas qendrës shëndetësore të Velipojës dhe Rrjollit në Bashkinë e Shkodrës është hapur edhe një tjetër qendër në Theth. Plani i masave për sezonin veror përfshin edhe kontrollet e Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor para dhe gjatë sezonit.